Kryetari i Komunës së Prizrenit, bashkë me kandidatët e PDK-s që po garojnë në zgjidhjet e 7 qershorit, sot janë pritur nga përfaqësuesit e shoqatave të dala nga lufta, ku ishin Isa Berisha, kryetar, Malush Shafanaj, nën kryetar të OVL-s, pastaj kryetari i shoqatës së familjeve të dëshmorëve Gjevet Berisha, si dhe anëtar të kryesive të këtyre dy asociacioneve të dala nga lufta. Me këtë rast, fillimisht Nikoqiri Isa Berisha falenderoi për këtë vizitë, pastaj kryetari Totaj edhe një herë tha se nëse votoni këta 10 emra, dijeni se po votoni 10 personalitete të shkolluara dhe emra të nderuar. Këtu shërbëtorët me kandidatë cilët janë për Parlamentin e Kosovës. Fillimisht ndoshta këtë na njihni se nuk është e raport që po takohemi. Jemi dëshmitar një këtë qeverisje ekstreme. Kurse na, kur tham na, mendoj Prizreni, jo veç PDK-ja, e kemi një ofertë mirë. Kemi një listë kandidatëve, e cila listë ka profilet lloj-llojshme, që i përfshin pothuajse të gjitha aspektet e jetës publike, edhe na konsiderojmë që qytetarët e Prizrenit është plotësisht normale me votu kandidatë tonë. Kurse me këtë rast edhe kandidatët Jona Hoxhaj, Lumnia Rakaj, Indra Luzha, Shkilzen Kastrati, thanë se nga familja kam 4 dëshmor e 2 veteran dhe kjo më ka bërë që të jem pikërisht në këtë listë dhe vazhdoj. 2 veterani kemi në familjen, Hoxhën dhe djalin e Hoxhës. Kjo ndoshta është arsyeja dhe motivi kryesor që janë Parti Demokratike dhe se kemi obligim punën, zhvillimin dhe angazhimin, sepse vetëm këtë formë duke punuar mund t'i nderojmë të parit tonë, herojt tonë. Me të vërtetë unë isha dje me një varrim te Milaj Morina, Isën e pash aty, edhe kështu mendova me veti thash, mbrana 10-20 vite ndoshta s'kemi me pas më dhe veteran. Edhe në këtë formë mendoj që është obligimi ynë që të punojmë në këtë drejtim, të bëjmë ligj të cilit i mbron vlerat e luftës, nuk e jep mundësinë çdo kujt me fol, nuk e jep mundësinë çdo kujt me shkruajt një libër mbas çefit vet edhe me shtrëmnu të vërtetën tonë. Puna dhe angazhimi jonë do patjetër që do të jetë punë e ndershëm për mirujt çto vlera të cilat jemi ndërtuar si shtet mbi këto vlera. E marr shembull shumë shtetet përparun në botë, shumë popull nuk kanë as heroj, nuk kanë as dëshmor. Ne i kemi këta dhe jemi popull, me të vërtetë jemi popull i zgjedhur dhe duhet të punojmë të harrojmë historinë tonë. Ne vazhdojmë edhe punojmë për të mirën e vendit, edhe secili prej nesh me tregu se qysh ne mundemi sot me kontribu në këtë Kosovë, të cilën e kena amanet prej të parëve, e kena amanet edhe prej atyne që ja kanë falë ja kanë falë bijat edhe gjakun e vetë kësaj toke. Edhe mbra me pata veç një video, ka fillu tek varezat e babait tim, atje në Qabrat, sepse edhe babai im bashkë me 4 familjarët e mi janë të vrarë në Gjakov gjatë luftës. Pastaj sot bashkë me kryetarin, kandidatët tjerë dhe stafin e gjithë kryetarit, ne i kemi realizuar homazhet tona në varezat e Landovicës bashkë me tek dëshmorët tanë. Kontributëdhënëse edhe për çlirimin e vendit në grup ilegal që nga shkolla e mesme, bashkë me Naiten edhe me shumë të tjerë këto. Derisa Shaib Kadriaj tha se jam nga Mërgata, por qëllimi ynë është të fitojmë ata që sollën këtë liri e pastaj Kosova besoj se do të rregullohet. Kam vendosur me hinë këtë gardë se mendoj që Kosova është edhe shtetësia është në rrezik. Krejt bashkarisht duhet mi bashku forcat edhe dalmi faqebartë në këtë gjendje që ka ardhur Kosova. Po kështu edhe kandidatja Adelina Minci foli për arsyen pse ajo ka rënë në këtë listë, kurse kandidati Gjafer Hoxhaj tha se po ndihem krenar që sot jam në këtë vend dhe e di se nga këtu është fryma e kësaj lirie që e gësojmë. Andaj sa herë vije këtu ndjej përgjegjësi dhe ndjej krenari në mes të tjerash, veçoi. Është nder dhe kënaqësi është privilegj. Tu e ditë peshën që mbartin këto zyre, jo për arsye fizike, por për arsye që këtu ka njerëz që kanë mbajtur barën më të madhe dhe historinë më të lavdishme të Kosovës apo të kësaj cope tokës Shqipërisë 100 vjet e fundit. Nuk ka gjë më të lavdishme se ushtria shërimtare e Kosovës. Por më është ndjerë dhe privilegj më konë këtu. Unë jam 24 vjet. Kom lind mas luftës, po e di që kemi vetëm një shteg, vetëm një rrugë. Edhe ajo është rruga që ka ndërtu ushtria shërimtare e Kosovës, dëshmor, veteran, invalid, martir e kështu me radhë. Nuk po kërkoj vot për PDK-n, po kërkoj vot për 2 gjona të ndryshme.
vendosni mes atyre që kanë besu që luftën e kishna pas ma lirë me marrë dhe me pagu mercenar, edhe atyre që kanë dhonë gjak e nuk kanë hezitu, kanë shku e kanë marrë një pushk në Shqipni edhe kanë dalja kanë këthy grykën ushtrisë të tretë më të fort në Ballkan. Prandaj, vendosni edhe besoj që ju kemi kra, që ju kemi pas edhe ma herët, unë e prapë po e thëmë edhe për i theksoj, për mu shumë derë dhe privilegj më konë këto. Nderë mbriti, hajre kurthaj, është bashkëfshatari jemi, 25 vite kontribut, jo vetëm nga lufta, 25 vite dhe asnjëherë nuk ka thonë që u lodha të kontribu. Tu për mu është vend ku motivohem, për mu është vend ku besoj fuqishëm që duhet me e nisë gjithë se cili rrugtimin, qoftë politik, çfarë do lloj rrugtimi që ka të bëj me shtet formim, prandaj edhe njerë, faleminderit. Kemi përgjegjësi çdo ditë për me nderu emrat edhe veprën e atyre që kanë dhënë më të shtrejtën jetën për lirinë e Kosovës. Kurse së fundmi kandidati Najt Hasani tha se jemi nga ky brom dhe e di se do të jemi të gjithë nga zëri juaj në parlament. Meritorët e lirisë dhe çlirimit të vendit janë veteranët, invalidet, që akoma janë me kushtet vështira nga papërgjegjësia e institucioneve të Kosovës, qeverisë, mungesa e protezave. Kemi shumë dëshmorë dhe martir nga fshati Celin dhe familjar, dhe në të njëjtën kohë e kam di si obligim dhe përgjegjësi për shkak të sakrificës, dinitetit dhe vlerave të tyre që dhanë për Kosovë të kontriboj dhe të marrë vendimin që t'jem kandidat në listën për deputet. Se në çfarë situata është Kosova. Andaj unë do t'jem i shkurtër, do të kërkoj mbështetjen tuaj maksimale në mënyrë që këtë qeverisi e cila realisht çdo ditë po na çon mbrapa, ta heqim sa më shpejt nga dyert e institucioneve tona, të cilët me shumë djers, me shumë mund, me shumë gjak i kemi krijuar. Pastaj pat falënderime dhe bënda e Gjevej të Berisha dhe bashkarisht diskutuan edhe me sfidat me të cilat po përballën shoqatat italiane nga lufta. Rizam Holding, fabrika e re e bllokave Izoblok, Krush e vogël. Me Izoblok ndërto dhe për pompa mos harxho. Ndërto me Izoblok të ri, 25-she.